Në gjykatën e posaçme vijon saga e rrëfimeve të Nureddin Dumanit, bashkëpunëtorit të drejtësisë që ka shërbyer si vrasës me pagesë për llogari të disa grupeve kriminale. Këtë të hënë ai tregoi se njohja me shokun e tij të dikurshëm Henrik Hoxha erdhi menjëherë pasi kishte zbuluar se ky i fundit kishte qenë ekzekutori i kryekomisarit Dritan Lamaj. Jam takuar në 30 dhjetor 2019, por më kishte folur Festim Qoli për të. Më ka folur kur kam dalë nga burgu herën e parë kur isha për 2 makina të vjedhura. Pata një debat me një shef policie te komisariati numër 6. Më qelloi disa herë kur u arrestova. Por kur dola, mora vesh që e kishin vrarë. Mu bë qefi për këtë. I thash që do t'ju jap një dreg atyre çunave. Më tha Festimi do t'ja japësh se vëllai jon është. E kishte fjalën për Henrik Hoxhajn. Vrasja e kryekomisarit Dritan Lamaj ndodhi në shkurt të vitit 2013, duke tronditur opinionin publik. I dënuar me burgim të përjetshëm përfundoi ish politikani Arben Froku, i cili u arrestua në Holand. Froku i shpëtoi ekstradimit në Shqipëri, e pas njohjes së vendimit të dhënë nga apeli i krimeve të rënda, gjykata e Holandës vendosi që të hiqej burgimi i përjetshëm. Po sot Dumani dëshmoi se me Henrik Hoxhajn thurën planin e ekzekutimit të Dorian Shkozës, 35 vjeçaret që u vran në Durrës, teksa ishte duke ecur. Për t'i marrë jetën, Nureddin Dumani tha se Henrik Hoxhajt i kishte ofruar 100.000 euro, nga të cilat 5.000 i përdori për t'i blerë atij telefonin e koduar Sky ECC.